Në hapësirën e institucionit shtetëror të artit vizual, veprat e Renea Begollit, Kreshnik Arifit dhe Lumturie Krasniqit janë veprat me të cilat 3 artistët kanë marrë bilet për pjesëmarrje në rezidencën 3 mujore në kryeqytetin francez. Ata do t'jenë pjesë e programit të Cité Internationale des Arts nga 3 marsi deri më 28 maj të vitit të ardhshëm për të krijuar art e për ta shijuar atë, apo edhe thjesht, si shton nga GKK-ja, si kohë për të reflektuar. Juria profesionale e përbërë nga ekipi i programit francez të rezidencave e ka bërë përzgjedhjen e artistëve përfitues. Ekspozita është kuruar nga kuratorja e Galerisë Kombëtare të Kosovës, Hana Halilaj. Ajo ka thënë se treshja e artistëve është zgjedhur si rrjedhojë e konsistencës së praktikës së tyre. Kemi pasur një numër të konsiderueshëm aplikimesh, prej artista me 3 deri te artista që janë të established në karrierën dhe praktikën e tyre. Arsyeja pse janë zgjedh Kreshniku, Renea edhe Lumturia ka qenë konsistenca e praktikës dhe zhvillimit të praktikës së tyre për propozimin cilën e kanë dërguar për ekspozitën apo punën, instalacionin që kanë vendosur ta prodhojnë për ekspozitën tonë në Galerinë Kombëtare të Kosovës, mirë po me pas edhe arsyetimet e tyre apo motivi i tyre për zhvillimin e hulumtimit edhe zhvillimin kohën që kanë dashur t'ia japin qëndrimit të tyre në Paris. Kënga e parë e artistit Kreshnik Arifi si projekt audiovizual sjell tingujt e pastrukturuar të Lule Radhiqes dhe Ninullës në një peizazh livadhi ku përplasen këta tinguj. Autori i veprës ka thënë se po këta tinguj të kësaj lule janë akt i lirisë së shprehjes. Momenti kur për herë të parë kemi nxjerr tingujt pa strukturum prej një trupit një lule. Dhe më thonë si akt për mu ka qenë akt i lirisë shprehunit të pandikum akoma prej strukturave komunikative. Pjesën tjetër të veprës në sfond ndëgjohet një këndim i Ninullës që përkon me ndëgjimin e parë të gjuhës. Arsyeja e përdorimit edhe vendosjes këtyne 2 karakterëve tingullore në bllokuar në këtë peizazh është me përshkru atributin që gjuha e jep bashkë që ja trashëgon qenies njeriut në fillim të jetës bashkë me kontekstet historike cilat i bjen mbrapa. Takohemi në fushën e luleve të çrregulluara. Glitching është titulli i veprës së Renea Begollit. Instalacioni me video, piktur e skulptur fragmenton peizazhet duke sjell lule nëpërmjet materialeve të reja dhe të ricikluara. Një pjesë të mirë të hapësirës ajo e lulëzon me veprat e saj plot ngjyra. Begolli ka bërë me dije se vepra është frymzuar nga lulet e egra dhe rezistenca e tyre brenda ekologjisë. Trajton më shumë idenë e ekologjisë dhe lidhjes saj me trupin, edhe gjithashtu edhe një farë ide të glishit apo rezistencës digjitale. Si vepër është një vazhdimsi e praktikës të mëhershme, që trajton domethënë që idenë e trupit edhe lidhjes saj me natyrën. Edhe për këtë vepër jam inspiruar ma shumë në lulet e egra edhe mënyrën që ato në brenda ekologjisë krijojnë një farë forme rezistencës edhe u bo një farë paralele me glitchen në sisteme digjitale. Si konstelacioni i formave të përsëritura, por kurrë identike, është definicioni i pikturave të Lumturie Krasniqit me titull Existence Misplaced. Të punuara me ngjyra vaje në pëlhur, për to mund të krijohen perceptime të ndryshme.
por e gjithë esenca e koncepti i veprës është në atë ndriqimin i cili zbulon, por edhe zhduk format e saj. Dy veprat që kanë më të theksuara objektet e tyre bëhen shkas për iluminimin e të tjerave në dhomën me burimin e vetëm të dritës prej tyre. Ideja është që vepra, ndriqimi që vjen nga këto dy konstelacione kryesore, bëhet edhe ndriqim i zbulimit, po një farë formë edhe i zhdukjes të veprave të tjera, për arsye sepse në këtë dhomë nuk ka ndriqim ekstra, dhe format e tjera në këtë dhomë është problemi pa plotësisht, një farë forme vepra e qetë në pikpyetje ekzistencën e kohës lineare, a janë këto kujtime të njëjtit qenie, a janë fragmente të ardhmës, apo janë fragmente të njëjtit qenie që ekzistojnë paralelisht. Shtëpi është emërtuar programi i rezidencave për artistët të gjitha disiplinave që jetojnë dhe punojnë në Kosovë e që synon të bëhet tradicional. Renea Begolli, Krishnik Arifi dhe Lumturie Krasniqi janë laureatët e edicionit të parë që do të zhvillojnë shkatësitë e tyre në qytetin e rrethuar me veprat historike e artit botror.